penalizuar, për shembull në Vlorë ka humbur një mandat prej votës diasporës për PD-ja. Pra, çfarë i bëri që të shkojnë drejt kësaj gjëje? Kur fare mirë kodin zgjedhor e kanë bërë si kanë dashur vetë, PD-ja me PS-n, pse ishte favorizuar? PD-ja fare mirë mund të thoshte jo, nuk e dua dhe e shtyn për zgjedhjet e tjera sepse është vonë të bëhen ndryshime në kod. Pra, mund të gjesh një justifikim për faktin që ishte tepër vonë dhe kodi mund të qëndronte ashtu siç ishte. Pse e bëri? Sepse nuk e perceptonte dhe gjithë ata të PD-s, dhe kur kam qenë debate televizive, thoshin këta njerëz janë larguar në kohën e Ramës dhe këta nuk do votojnë Ramën. Domethënë, nuk njihte realitetin, nuk kanë kontakt me realitetin. Jetojnë në një botë virtuale të tyre, në të cilën shumica e shqiptarëve ata i do, por Rama u avjedh. Dhe kjo botë virtuale që kanë ata nuk ndryshon, sepse kështu e kanë krijuar narrativën. Dhe kështu dalgadal ata tregojnë një gënjeshtër në të cilën e besojnë dhe vetë pastaj. Dhe ky mungesë kontakt, ky mungesë e njohje e realitetit vjen dhe nga fakti që ata që i drejtojnë janë aty për 30 vitesh. Berisha, Tritan Sheu, Josefina Topalli, Tramunoka, gjithë të tjerët janë prezi vjetri PD-s, që janë akoma të 91-shit, me atë mentalitetin e 91-shit, e kanë humbur kontaktin me çfarë është realiteti në 2025-ën, janë 35 vjet mbrapa, për kaq kohë kishte rënë komunizmi edhe më prit. Endrit, dhe ata vazhdojnë akoma. Po lobimi deri ku mund shkojë rezultati i lobimit? Çfarë mund bëj edhe me ato që ta bëjnë ato që do të çojmë dokumenta dhe dosjet në Kongres, në Senat, në le të çojnë dhe dokumenta dhe dosjet, çfarë do bësh? E gjithë këtë që po bën Berisha tani është për të justifikuar humbjen dhe që të mos japi dorëheqjen. Është aq evidente sa nuk e di nëse mund të ketë ndonjë budalla jashtë berishistëve. Dhe këtu do të them se berishizmi është rrym vete, domethënë, si puna e verizëve. Përveç atyre gjithë të tjerët e kuptojnë që kjo është një lojë për të mos dhënë dorëheqjen. Ti shiko votat e partive të reja. Nëse do kishte vjedhur njëri, pse partitë e reja morën mandate? Pse morën 100 ca mijë vota partitë e reja? Ramës, Berishës nuk ja vodhi Rama, po partitë e reja dhe ata që nuk dolën. Po pikërisht. Pra, ti shiko, pse morën ata 100 ca mijë vota dhe nuk i morë ti? Si ka mundësi, domethënë që Rama nuk arriti të vinte ty si parti, por nuk arriti t'u aviste atyre, që s'kishin as numërues, nuk kishin as antar komisionesh. Po, për shkuar pak më tej kësaj të opozitës, janë ta votat të LSI-s në fakt, sepse LSI-ja një të ndjeshme, këto vota që shkuan te partitë e reja, janë të LSI-s, është një pjesë e elektoratit që lëviz sa ndej këtepra këta pragmatistët ndoshta ose nuk e di. Nuk mendoj që votat e LSI-s janë shpërndarë aq shumë në drejtim të po themi partive të reja, se janë shpërndarë në drejtim të Partisë Social-Demokrate dhe Partisë Socialiste. Domethënë për mënyrën se si është ndërtuar LSI-ja ka qenë një parti idealiste deri në 2009. Pra ka qenë një parti e cila u shkput nga PS-ja në 2003-2004 me idenë e korrupsionit që ishte në kohën e PS-s me Fatos Nanon, që u bën doganierë të tuar si lord. Sa doli dhe Barcaleta pse paguesh duke qenë dogan, domethënë ka pasur dikur